Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka reaguar me tonë të ashpra përmes një postimi në rrjetet sociale nga paraburgimi. Meta i ka cilësuar akuzat si të fabrikuara me urdhër të Edi Ramës dhe të kreut të SPAK-ut Altin Dumani, duke folur për një fushat të qëllimshme, disinformimi dhe përpjekje për ta lidhur me një çift Meta kryemalli që sipas tij nuk ekziston më. E mirë kuptoi pasionin e tyre për të mbajtur në opinion një çift që nuk ekziston më juridikisht prej një viti. Madje në akt akuzën që më është komunikuar më 27 maj, më kanë quajtur ende i martuar, shkruan Meta. Nga ana tjetër ai hedh poshtë çdo akuzë për përfshirje në veprime të paligjshme, duke thënë se asnjë akt i paligjshëm as nuk ka ndodhur dhe as mund të ndodhë nga Ilir Meta në Shqipëri, SBA apo kudo tjetër. Nga ana tjetër ai ka ironizuar me zbulime e një karte të paligjshme, duke thënë se gjithçka do të dalë e qartë para gjykimit në themel, që sipas tij nuk do të jetë i mbyllur si listat e mbyllura por i hapur për qytetarët. Për më tepër Meta thekson se nuk marr përgjegjësi për fëmijët e tij që janë në moshë mallore, as për kushërinjt, as për të cilët thotë se njëri prej tyre ka qenë mik me Charles McGonigal. Meta ironizon dhe procesin ndaj agentit të FBI-s duke shtuar, po le të porosia për Charles McGonigal, që është 4 vite i dënuar me burg.